Sot është dita e fundit për tërheqjen e 52.5 milion eurove nga Bashkimi Evropian, por 3 ministrit nuk kanë përmbushur kushtet për të realizuar këto grante të pakthyeshme. Në afatin prej 12 muajve nuk janë përmbushur obligimet, por nga Ministria për Çështje Evropiane thonë se këto mjete nuk rrezikohen të humbasin. Ministri Orhan Murtezani tha se është paraqitur kërkesa e parë për lirimin e fondeve në shumën prej 17 milion eurove, nga të cilat mbi 9 milion euro i kanë të bëjnë me investimet kapitale. Мислам дека предфинансирањето не се поврзува со спроведувањето на реформите. Затоа тоа се вика предфинансирање и во никој случај во целата легислатива, односно легална рамка на реформскиот процес не е поврзано со оправдување на предфинансирањето. Në llogaridhënien për vitin e parë të qeverisjes së këtij dikasteri, Murtezani tha se lista aktuale përfshin 19 projekte në vlerë totale prej 1.1 miliard euro. 4 grante për asistencë teknike janë marrë në kuadër të kornizës së investimeve në Ballkanin Perëndimor. 2 projekte për asistencë teknike dhe 2 grante investime janë aplikuar për asistencë teknike për Maqedoninë e Veriut. Ministri theksoi gjithashtu që Bullgaria mban qëndrime jo të njëjta sikurse Bashkimi Evropian, lidhur me rrugtimin integrues të vendit tonë. Кога ги слушаме високите представници од Брисел, викаат спроведувајте ги уставните измени. Кога ги слушаме представниците од Бугарија, викаат уставните измени, преговарачката рамка, протоколите. Ова значи дека не е истиот став. Ние викаме дека ако се инсистира на сите овие што се инсистира Бугарија, а вклучувајќи и вториот протокол, тоа е голем rizik. Paralelisht siç deklaroi ai, po koordinohet rishikimi i listës treguese të projekteve të investimeve në kuadër të instrumentit të reformës për rritjen e agjendës së reformës, si dhe planifikimi i procesit të aplikimit për kornizën e investimeve në Ballkanin Perëndimor. Në të njëjtën kohë, Murtezani tha se është finalizuar projekti i fondeve IPA për vitin 2025-2027 me 67 milion euro të synuara në sektoret strategjik, duke përfshirë sundimin e ligjit, arsimin, administratën publike dhe inovacionin.